A duhet patjetër të bëhemi pjesë e trendeve botërore? Çfarë dim për këto trende, pjesë të cilave bëhemi thjesht se yjet ndërkombëtar ose të tjerët në rrjetet sociale po i bën, duhet të bëjmë patjetër edhe ne. Një prej trendeve të fundit e cila po komentohet shumë është një kukull që në shikim të parë duket e këndshme, e bukur. Çmimet e saj janë maramendëse, varësisht nga vendi ku e bleni apo ku arritni ta gjeni. Dhe prapa kësaj kukulle ka një histori satanike që fshehet me informacione shumë interesante. Por qëllimi i kësaj bisede është që të komentojmë së pari trendin dhe të kuptojmë se si ne si shoqëri po reagojmë karshi krejt kësaj që ndodh në vende të tjera të botës e që po përfshihemi ne, edhe ne. Në një lidhje të drejtë për drejtë kemi sociologun Labinot Konushevci. Përshëndetje Labinot, faleminderit shumë që gjete kohë në mes të një udhëtimi edhe për ne. Përshëndetje, faleminderit, është kënaqësi. Atë, si do ta komentoje këtë fenomenin Labubu edhe pse mendoni se është bërë kaq popullor në rrjetet sociale? Çfarë fshihet prapa krejt kësaj, të themi, dëshire që të gjithë të kemi një lodër të kësaj natyre? Po, sigurisht, çdo fenomen i cili është senzacional, që e ngacmon domethënë urrëshjen e njeriut, shndrohet në objekt konsumi, bëhet pjesë e tregut edhe shumë lehtë personat, domethënë njerëzit mundën me ardhur deri te përdorimi i saj. Tash po, ka shumë trende dhe njeriu si qenie sociale dhe kulturore në formimin e vet edhe kulturor dhe psikologjik edhe emocional ka domethënë inteligjenca dhe karakteristika të ndryshme. Tash bota e ka mbi 8 miliard njerëz, mirë po në botë ka me miliona njerëz të cilët reagojnë në mënyrë instinktive. Pra kemi të bëjmë me qenie të cilat janë instinktive, të cilat janë jo të arsyeshme ose jo racionale, me qenie që, si me thonë, diktohen ose kontrollohen nga emocioni, pra në qenie më shumë emocionale, edhe që, si me thonë, shumë letë bie në ndikimin e këtyre faktorëve, këtyre lojrave, këtyre trendeve, sepse trendet e tilla zakonisht kanë një mjeshtri, si statju përveç që është satanike djallëzore, kanë edhe një mjeshtri psikologjike, sepse nuk mundet me konstruktu një lojë të tillë askush i cili nuk e njeh thjesht inteligjencën emocionale të njerëzve, sidomos inteligjencën e dobët emocionale. Ky boshllëk pastaj shfrytëzohet nga këta mjeshtër digital dhe para kësaj kemi pasur edhe fenomene tjera sikur që ka qenë balena blu dhe lojra tjera që ndoshta në shikim të jashtëm duken kështu atraktive, urrështore, ndonse edhe kreative, mirë po që kanë një fond tragjik dhe që në esencë ato e rregullojnë atë balancin emocional edhe psikologjik edhe shpirtëror të njeriut, por thelbësisht janë manipuluese, këto lojra domethënë manipulojnë me psikologjinë e njerëzve, sidomos të fëmijëve dhe adoleshentëve, të cilët janë të prirur me provu diçka të re, me thykurrështjen, me hyrë trend, në eksperimente sociale, me dominu njëri mbi tjetrin. Pra janë këto karakteristika që i përdorin si instrumente këta mjeshtër të lojrave të tilla dhe që natyrisht qëllimi në fund fundit, sepse kjo është industri, edhe kapitalizmi punon industri të tilla, qëllimi është tek profiti, tek fitimi. Dhe këto e shmangin totalisht shëndetin mendor i cili rrezikohet shumë. E qartë, e kam këtu një foto që më ka dërguar Maksimi, kolegu ynë, që na prezanton pronarin e kësaj lodre, nëse mund të themi, ose kësaj këti fenomeni është 38 vjeç, nuk ka më shumë. Wang Ning është pronari saj dhe ka hiç më pak se 22 miliard dollar fitim fal kësaj lodre dhe këtij trendi. Ajo që e bën edhe më interesante krejt këtë rrëfim është fakti që ne shohim hyrje ndërkombëtar si Rihanna, Dua Lipa, kënd kishim tjetër, Beyoncé, Taylor Swift, e shumë hyrje të tjerë ndërkombëtar të cilët këtë lodër e marrin dhe e vënë, si të themi, në vende ku kapet lehtë nga paparacit. Dhe më pas këto po shndrohen në trende. Si e shpjegoni këtë nevojën që njerëz në një farë mënyrë ndihen të detyruar që me i ndjej këto trende, për me konë karshi shoqërisë dhe karshi gjithasaj çfarë ata postojnë në rrjetet sociale? Po, unë kisha me thonë jo të detyruar, por të manipuluar. Okej, po pra. Sepse kemi të bëjmë me shpëlarjen e trurit. Në esencë, këta zhvillues, pra janë profiter, pra kjo është industri e profitit dhe e fitimit, edhe në industritë e profitit zakonisht
aty nuk matet sentimenti njerëzor, as nuk respektohen disa vlera ose norma ose principe që janë morale, humane, qytetare, kulturore. Pra, te kalohet çdo kufi dhe qëllimi është me ardhur deri tek fitimi sa më i madh, deri tek dominimi në tregun industrial, edhe deri tek dominimi me ndikimin e atij produkti që kemi të bëjmë tash me lodra, pavarësisht që domethënë është popularizuar edhe prej yjeve ose personave me ndikim siç përmendet ju. Natyrisht që kjo ka të bëjë tash edhe me psikologjinë e turmave, sepse edhe këto yje që ju i përmendet, pavarësisht suksesit të tyre në botën e artit, natyrisht që nuk kishin mujt me arrit një sukses të tillë nëse nuk kishin me kriju, domethënë, një komunikim kështu, si me thonë, nga njerë dhe iracional me turmat, me popullin, me masën, me shoqërinë. Dhe lojrat trendet e tilla domethënë ngacmojnë psikologjinë e turmave. Dhe çdo shoqëri e cila udhhiqet me psikologjinë e turmave, pa që mendon instinktivisht, reagon instinktivisht, emocionalisht dhe nuk i balancon, nuk e ekuilibron domethënë pasojat e një fenomeni të tillë, e kjo ndodh natyrisht, ndodh kudo në botë, sepse globalizmi kulturor e prodhon një diçka të tillë dhe e mundson një diçka të tillë. Është një terren shumë sfidues, shumë i rrezikshëm, por po fakti që e përdor një yll muzikor, kjo absolutisht vetëm e pasivizon më shumë, e legjitimon në një farë forme kështu, është një farë lloj legitimiteti kulturor, mirë po është një fshehtësi, domethënë një mjeshtri e fshehtë e manipulimit, edhe që në fundit po them është vetëm qëllimi tek profiti, edhe tek manipulimi i njerëzve, edhe zakonisht këto lodra, domethënë, përveç që sjellin kurreshtje, në farë forme e përmbushin atë bashllokun e madh kulturor që kanë njerëzit, për mu identifiku me diçka që është e jashtëzakonshme, me diçka që është virale, me diçka që po e përdorin gjithë, me diçka që nashta ngacmon hormonin e njeriut, sepse kemi të bëjmë tash edhe me një çrregullim hormonal, sepse me njerë të dikush shfaqet frika, të dikush shfaqet paranoja, fobia, halucinacionet, dikush e përjeton ankthin nga shfrytëzimi i pakontrolluar i kësaj loje. Domethënë këto janë probleme psikologjike që ju krijojnë material edhe terren pastaj edhe psikologëve, edhe sociologëve me humor me to. Dhe krejt kjo, Labinot, krejt kjo që më duket më shqetësuese në krejt këto që po e thani, këto probleme të cilat vinë pas kësaj loje dhe pas kësaj dëshirës së pa frenueshme që të kemi edhe ne njëra nga këto kukulla, po ndërlidhet me moshat më të reja, me fëmijët, me dëshirën e tyre që patjetër të bëhen pjesë e krejt kësaj çfarë po ndodh. Si do ta komentoni këtë pjesë? Po, edhe kjo është pastaj edhe si rezultat se kemi të bëjmë edhe me një faktor tjetër, domethënë paaftësia e familjeve, veçanti e prindërve, që të ushtrojnë një lloj kontrolli ose mbikëqyrjeje ose edukimi kështu kulturor mbi fëmijët. Edhe natyrisht një indiferencë e madhe e prindërve i lejon ata fëmijë që me u instrumentalizu pastaj prej kësaj industrie kaq të rrezikshme, edhe kaq të mbyt, edhe kaq pothuajse fatale në kuptimin kështu psikologjik edhe shpirtëror, kështu që indiferenca e prindërve e sjell një fenomen të tillë dhe këta bosat e kësaj industrie e di fare mirë që në botë ka me miliona fëmijë, të cilët ndonse janë në moshë shumë të hershme vendosen vetë për fatën e tyre. Edhe ata nuk i kanë zhvilluar karakteristikat psikologjike për mi balancu gjanat edhe për mi peshu pasojat edhe dobit, kështu që e di që janë në një terren, si me thonë, të minuar, ku çdo moment që e çet hapin, mundet me tu amputu komba dhe me psu, pra mu shprej kështu figurativisht. Edhe ata e shfrytëzojnë këtë terren, natyrisht nuk mundet me shfrytëzu këtë industri për shembull tek dy vajzat e mia, edhe tek shumë prindër tjerë, cilët janë shumë të vëmendshëm edhe shumë të dedishëm, edhe nuk duhet me fare leksioni i madh sociologjik, as nuk duhet me fare shkolla trajnimi i veçantë, për me kuptuar që një diçka e tillë është tërësisht e pafavorshme, e pashëndetshme dhe në fundit i shërben vetëm në industrie dhe nuk i shërben zhvillimit kognitiv as psikologjik, domethënë fëmijë. E qartë. Tani, Labinot, një pyetje të fundit, sepse e thash, e di që jeni në një udhëtim dhe e çmoj shumë faktin që sot kemi të paktën virtualisht në Bomban. Kanë vretur dhe të paktën kështu komentohet në rrjetet sociale, në bisedat që bëjmë me miq, me njerëz të fushave të ndryshme. Është një tendencë që gjërat
fenomenet që lidhen me këtë pjesën satanike, me këtë pjesën e të keqës, të bëhen më të dashura, të bëhen më të pëlqyera, sikur nuk është më trendi që të jemi një angel, të themi kushtimisht. Pra, sikur kemi një dëshirë më të madhe, jo vetëm si kosovar, po si shoqëri në krejt botën, që të gjejmë veten te kjo e keqja, te kjo satanikja. Si e shihni ju këtë? Po krejt bota dhe krejt historia njerëzore dhe qytetrimet edhe religionet edhe historit edhe popujt e shoqërit, kulturat e ndryshme, në një farforme gjithmonë kanë qenë në një konflikt mes të mirës edhe të keqës. Dhe tash vetë njeriu si personalitet edhe si qenie, i ka dy anë, edhe çdo njeri dhe me thonë e ka në një farforme jo gjenetike, po flas, sepse e keqja nuk është gjenetike, dhe me thonë djallëzia është produkt kulturor i shoqërisë dhe i rrethonave dhe i krizave të identitetit e kështu me radhë. Mirë po, ekziston një predispozit dhe me thonë njerëzve që edhe mu identifiku me gjana të tilla dhe tash njeriu fatin e vetë e ka në dorë, pra është përgjegjës për veprimet e veta dhe pavarësisht industrive të tilla që munden me qenë shumë manipuluese, prapë njeriu i gëzon disa instrumente kështu psikologjike, me cilat mundet me frenu dhe me thonë një tendencë të tillë, me konkret varet sa i shfrytëzon edhe sa beson në potencialin e vet. Është e vërtetë që thatë që ka njerëz që janë të prirur mu identifiku me të keqen, me djallëzin, me atë që është destruktive, me atë që është e dëmshme, edhe kjo flet që kemi të bëjmë me personalitetet të deformuara, pra që janë formu me karaktere të dobta, të paformuara ende mirë si personalitet, si karaktere, si kulturë, si etnopsikologji, edhe thjesht qalojnë në vlerat themelore, pra qalojnë edhe në mënyrën e të menduarit, edhe pastaj kanë krizë identiteti, sepse ata po duhen mu identifiku me diçka që është e jashtëzakonshme, por me diçka që është provokative, me diçka që, si me thonë, është antihumane. Në fund fundit kjo lojë, nëse shikon aspektin edhe psikologjik, është antihumane, nuk ka asgjë humane, njerëzore, empatike, solidarizuese, diçka që e zhvillon sistemin e vlerave, absolutisht jo, edhe prandaj ekzistojnë sot në botë bugjet edhe ekzistojnë krimet edhe ekzistojnë sanksionet, sepse njerëzit e kanë edhe këtë komponentën shumë të fuqishme fatkeqësisht negative në formimin e vetë, që është ndiku pak prej rrethonave, pak prej shkollimit të dështuar, pak prej sensacione, pak prej globalizmit kulturor, pak edhe prej dobësive që i kanë kështu, dhe kur këto pastaj lidhen gjitha shkrihen në një formë të tillë të identifikimit me vlera që janë shumë të rrezikshme dhe që portin pasoja, që shpeshherë pasojat e tyre janë të parikthyer dhe nuk korrigjohen, sepse janë disa gabime në jetë që nuk korrigjohen dhe një ndër to mundet me qenë edhe kjo, sepse ne kemi pa prej shumë lojrave virtuale, shumë njerëz kanë mësu edhe me jetë, kanë mësu edhe me shregullime deri në depresion, deri në vetvrasje, deri në humbjen e sensit të realitetit, sepse është bord virtuale, pra këto lojra krijojnë iluzione, krijojnë mite të trurin e njerëzve, edhe tani njerëzit identifikohen me çdo iluzione dhe mite edhe të pavërteta, edhe përjetojnë pastaj angst, depresion, edhe i shpihen në një katastrofë që është emocionale në këtë rast dhe është shumë vështirë e shërueshme. Labinot, falenderoj shumë për kohën që ndave sot për ne, po dëshirojmë rrugë të mbarë dhe uroj që në të ardhmen t'ju kemi edhe në studio. Shumë faleminderit. Faleminderit, me shumë kënaqësi, respekt. Të lutem, gjithashtu. Të dashur miq, ishte me ne sociologu Labinot Kunushevci, folëm për trendet të cilat në një farë mënyre po kontrollojnë atë çfarë ne duhet të bëjmë dhe si duhet të sillemi. Njëri prej trendeve të fundit është ky Labubu, një lojë dhe një lodër prej të cilës Nicki Minaj, hiç më shumë se 38 vjet, veç të sigurona dhe njerë, sa miliarde kish pasurin, falni, se nuk po i mbaj mend, po më ikon. Ja këtu e kam. 22 miliard dolar ka pasunin, na që e vlejmë ka 30 euro, mos më shumë këtë lodër. Gjithsesi, shuma monetare është më pak rëndësishme, janë aspektet emocionale dhe zhvillimit të fëmijëve tanë, ato të cilat duhet të jemi më të kujdesshëm.